Ajo kaloi 2 vjet duke testuar burra, duke besuar se askush nuk do ta donte për atë që ajo ishte vërtet. Por gjithçka ndryshon kur një burr i zakonshëm dhe vajza e tij sjellin dritë në një zemër të blinduar. Vetëm se një gabim gati shkatëron këtë shans të ri, derisa dashuria zgjedh të qëndrojë. Para se të dëgjoni këtë rrëfim të pabesueshëm, mos harroni të abonoheni në kanal për më shumë histori emocionuese. Kiara shikoi reflektimin e saj në pasqyrën e banjës së muzeut për herë të fundit atë pasdite. Fustani elegant prej mëndafshi italian do t'u linte sërish vendin rrobave të thjeshta dhe të vjetruara që kishte blerë në një dyqan rrobash të përdorura në periferi të Tiranës. Ishte koha për një tjetër testë. Në moshën 35 vjeçare, Kiara Allianz kishte arritur një pozicion të lakmueshëm si drejtore artistike e një prej muzeve më të respektuar të Shqipërisë. Puna e saj ishte njohur ndërkombëtarisht dhe pasuria e saj personale i lejonte një jetë luksi që shumë vetëm ëndërronin. Por gjithë kjo prosperitet vinte me një çmim që ajo e zbuloi në mënyrë të dhimbshme. Ishte e pamundur të dijej kush ishte vërtet i interesuar për të dhe kush shihte vetëm një mundësi për ngritje sociale apo financiare. 2 vjet më parë, gjithçka kishte ndryshuar. 2 vjet më parë, ajo zbuloi se Viktor, me të cilin kishte një marrëdhënie prej gati një viti, i ishte afruar vetëm për të marrë informacione të privilegjuara rreth blerjeve të ardhshme të muzeut. Ai ja kalonte këto informacione tregtarëve të pandershëm të artit, duke fryrë artificialisht tregun e artit. Kur e konfrontoi Viktorin, ai as nuk u përpoq ta mohonte. Thjesht tha se ajo duhej të kishte qenë më e zgjuar. Tradhtia e Viktorit ishte vetëm e para nga një sër zhgënjimesh që pasuan. Aron, një avokat në dukje i suksesshëm, i kërkoi para hua për një investim që u zbulua si një mashtrim i hollësishëm për të vjedhur pasurinë e saj. Pietro, një politikan në ngritje, e përdori atë si urë për të siguruar mbështetjen e koleksionistëve me ndikim në fushatën e tij, duke u zhdukur plotësisht pasi u zgjodh. Çdo përvojë la një shenjë më të thellë në aftësinë e saj për të besuar. Kiara kuptoi se pozicioni i saj social e shndërronte në një objektiv të vazhdueshëm. Burrat që i afroheshin shinin së pari numrat në llogarinë e saj bankare, pastaj lidhjet që ajo mund të ofronte dhe në fund, nëse shinin fare, gruan që ajo ishte vërtet. Atëherë lindi ideja e testeve. Herën e parë ishte pothuajse rastësisht. Ajo ishte në një kafene të thjeshtë në qendër të Tiranës, e veshur me rroba rastësore pas një dite veçanërisht të vështirë në punë, kur Teo ju afrua. Ai ishte mësues i edukimit fizik në një shkollë publike dhe gjatë gjithë bisedës tregoi interes të vërtet për opinionet e saj, shijet e saj, historitë e saj të sajuara rreth vështirësive financiare. Kur ajo përmendi se ishte e papunë, ai këmbënguli të paguante kafen dhe madje ofroi kontakte për vende të mundshme pune. Për disa javë, Kiara jetoi një fantazi. Teo e trajtoi me dashuri, respektoi kufizimet e saj financiare, planifikoi takime të thjeshta por domethënëse. Ajo madje mendoi të zbulonte të vërtetën. Derisa zbuloi, rastësisht, se ai ishte fejuar me një kolege pune prej 3 vjetësh dhe thjesht kërkonte një aventurë jashtëmartesore. Por përvoja mbolli një farë. Nëse kishte arritur të mbante një farsë për javë të tëra me Teon, mund të bënte të njëjtën gjë me burra të tjerë. Mund të zbulonte më në fund nëse ekzistonte dikush i aftë të interesohej për të panjohur situatën e saj të vërtetë. Kështu filluan testet sistematike. Kiara krijoi një identitet alternativ të hollësishëm. Marina, një grua 32 vjeçare, e papunë prej 6 muajsh, që jetonte me punë të përkohshme dhe ndante një apartament të vogël me një shoqe. Marina vishte rroba të blera në dyqane rrobash të përdorura, mbante një çantë sintetike të vjetruar dhe gjithmonë dukej pak e shqetësuar për paratë. Gjatë muajve të parë, transformimi ishte pothuajse teatror. Kiara studionte sjelljet, shprehjet e fytyrës, madje edhe qëndrimin e trupit të njerëzve në situata të ndryshme ekonomike. Vëzhgonte gra në autobus, radh bankash, qendra punësimi. Mësoi të fliste për fatura të prapambetura, intervista pune të dështuara, ankthin e të mosditurit nëse do të kishte para për qiran e muajit tjetër. Testi i parë zyrtar ishte me Filipin, një inxhinier që e takoi në një panajër librash të përdorur. Gjatë 3 takimeve, ai u tregua i sjellshëm dhe i kuptueshëm ndaj vështirësive të saj financiare. Këmbënguli të paguante vaktet, zgjidhte programe falas, madje ofroi ndihmë për të rishikuar rezumen e saj fiktive. Kiara filloi të ushqente shpresa.
Deri në takimin e 4, kur Filipi përmendi rastësisht se xhaxha i tij zotëronte një rrjet supermarketesh dhe se kishte nevojë për dikë pa shumë pretendime për të punuar në sektorin administrativ. Oferta erdhi e shoqëruar me një propozim, ajo mund të merrte punën në këmbim të disa favoreve personale. Modeli u përsërit 26 herë. Allen, një mjek i sapo diplomuar, tregoi interes derisa zbuloi se ajo nuk kishte sigurim shëndetësor privat. Luka, një muzikant i pavarur, ishte i dashur dhe i vëmendshëm derisa kuptoi se ajo nuk mund ta ndihmonte financiarisht me karrierën e tij. Disa ishin më të hollë, të tjerë pothuajse mizor në objektivitetin e tyre. Por të gjithë, pa përjashtim, humbën interesin kur u bë e qartë se Marina nuk ofronte avantazhe materiale apo sociale. 27 takime. 27 zhgënjime. 27 konfirmime se mosbesimi i saj ishte i justifikuar. Kiara filloi të dokumentonte çdo test në një ditar të detajuar. Shënonte jo vetëm ngjarjet, por edhe reagimet e saj emocionale. Faqet e para ende tregonin gjurmë shprehse, vëzhgime të vogla rreth gjesteve të dashura apo fjalëve të sjellshme që e bënin të besonte se ndoshta këtë herë do të ishte ndryshe. Ndërsa faqet avancuan, toni u bë gjithnjë më klinik, pothuajse shkencor. Ajo po mblidhte të dhëna mbi natyrën njerëzore dhe rezultatet ishin vazhdimisht dëshpëruese. Miqtë e saj të ngushtë nuk dinin për teste. Për ta, Kiara thjesht kishte vendosur të përqendrohej në karrierë pas disa përvojave të këqija me marrëdhënie. Ajo mbante një jetë shoqërore aktive në qarqet kulturore të Tiranës, merrte pjesë në vernisazhe dhe darka bamirësie, por shmangte çdo lloj përfshirjeje romantike në botën e saj reale. Muzeu ishte bërë streha e saj kryesore. Midis veprave të artit që ndihmonte të zgjidhte dhe ekspozitave që organizonte, Kiara gjente një formë bukurie që nuk zhgënjente, nuk gënjente, nuk kishte qëllime të fshehta. Artistët, veprat e të cilëve ajo kuronte kishin ndërruar jetë, duke lënë vetëm artin e tyre si trashëgimi. Ishte një mënyrë e sigurt për të lidhur me krijimtarinë njerëzore pa rrezikun e tradhtisë njerëzore. Në prag të testit të 28, Kiara ishte veçanërisht skeptike. Modelet ishin bërë aq të parashikueshme sa ajo mund të parashikonte në çfarë momenti të saktë çdo burr do të zbulonte qëllimet e tij të vërteta. Disa zgjasnin vetëm një takim, të tjerë arrinin të mbanin fasadën për javë të tëra, por rezultati ishte gjithmonë i njëjtë. Këtë herë, ajo kishte zgjedhur një piceri të thjeshtë në periferi të Tiranës, një vend ku sigurisht nuk do të takonte askënd nga rrethi i saj social. Ambienti ishte bazik por i pastër, i frekuentuar kryesisht nga punëtorët e zonës. Kiara arriti disa minuta para orës së caktuar, e veshur me një palë xhinse të zbehta dhe një bluzë pambuku që kishte parë ditë më të mira. Marko arriti në kohë, ende i veshur me uniformën e një kompanie mirëmbajtjeje të pajisjeve elektronike. Kishte njolla të vogla yndyre në duart e tij dhe një shprehje pak të lodhur të dikujt që kishte punuar gjithë ditën. Por kur sytë e tij takuan të sajat, fytyra e tij u ndriçua me një buzëqeshje të vërtetë që e zuri të papërgatitur. Ishte hera e parë në muaj që Kiara ndjente diçka ndryshe në momentin fillestar të një takimi. Nuk ishte shpresë saktësisht, por një kureshtje që prej kohësh nuk e kishte provuar. Marko kërkoi falje për vonesën prej 5 minutash dhe për gjendjen e rrobave të tij, duke shpjeguar se kishte ardhur direkt nga puna për të mos e humbur. Gjatë minutave të para të bisedës, Kiara aplikoi mendërisht listën e saj të zakonshme të kontrollit. Marko fliste për punën e tij me krenari të vërtet, pa u përpjekur ta impresiononte apo të minimizonte përgjegjësitë e tij. Kur ajo përmendi se po kalonte vështirësi financiare, ai nuk ndryshoi qëndrim dhe as nuk tregoi siklet. Përkundrazi, ndau përvojat e tij me punë të paqëndrueshme dhe ankthin e të qenit përgjegjës, jo vetëm për veten, por edhe për vajzën e tij 7 vjeçare. Përmendja e vajzës mund të ishte një sinjal alarmi, por mënyra se si Marko fliste për Olian ishte ndryshe nga gjithçka që Kiara kishte vëzhguar më parë. Nuk ishte toni i dikujt që përpiqej të impresiononte apo të gjeneronte keqardhje. Ishte thjesht dashuria e pakushtëzuar e një babai të përkushtuar, duke folur natyrshëm për personin më të rëndësishëm në jetën e tij. Kur erdhi koha për të paguar faturën, Kiara aplikoi testin e saj standard. Ajo u shtir sikur kërkonte para në çantë me shprehje të shqetësuar, murmuroi diçka se kishte harruar të kalonte nga banka. Marko nuk hezitoi as për një sekondë. Me një buzëqeshje ngushëlluese, tha se nuk ishte asnjë problem dhe se kishte bërë një punë shtesë gjatë javës pikërisht për të mundur ta ftonte për darkë siç duhet.
Ndërsa mbrëmja avancoi, Kiara zbuloi aspekte të Markos që sfidonin të gjitha modelet që kishte vëzhguar në testet e mëparshme. Ai nuk u përpoq ta impresiononte me histori të egzageruara rreth arritjeve profesionale. Nuk tregoi interes të dinte ku jetonte ajo ose cila ishte saktësisht situata e saj financiare, përveç shqetësimit të vërtet kur ajo përmendi se ishte e papunë. Në vend të kësaj, Marko foli me pasion për fitore të vogla në punën e tij, një sistem kompleks që kishte arritur të rregullonte kundër të gjitha pritshmërive, kënaqësinë e zgjidhjes së problemeve teknike që teknikët e tjerë i kishin konsideruar të pamundura. Kishte një krenari të vërtet në zërin e tij që nuk përpiqej të kompensonte pasiguri apo të kërkonte vërtetim të jashtëm. Kur biseda u kthye te Olia, fytyra e Markos ndriçoi fjalë për fjalë. Ai tregoi se si vajza kishte vendosur që donte të bëhej paleontologe kur të rritej, por vetëm në fundjavë, sepse gjatë javës ajo do të ishte mësuese për të mësuar fëmijët e tjerë rreth dinozaurëve. Logjika fëmijërore e argëtonte jashtëzakonisht dhe ai fliste për planet edukative për Olian me seriozitetin e dikujt që vërtet e shihte vajzën si një individ të plot, jo vetëm një zgjatim të vetvetes. Ishte veçanërisht prekse mënyra se si Marko përshkruante përpjekjet e tij për t'i ofruar Olis përvoja edukative brenda kufizimeve të tij financiare. Ai e çonte në bibliotekë çdo të shtunë, ku ajo mund të kishte qasje në libra të shtrenjtë që ata nuk mund t'i blinin. Kishte krijuar një partneritet jo formal me një mësuese të pensionuar të lagjes, e cila i jepte mësime private Olis në këmbim të rregullimeve të vogla shtëpiake që bënte Marko. Këto strategji krijuese demonstronin jo vetëm përkushtim atëror, por edhe një inteligjencë praktike dhe një aftësi për të gjetur zgjidhje që e impresionuan thellësisht Kiarën. Marko nuk ankohej për kufizimet e tij financiare dhe as nuk përpiqej të shtirej se ato nuk ekzistonin. Në vend të kësaj, ai punonte brenda realitetit që kishte për të maksimizuar mundësitë e vajzës. Gjatë një ndërprerjeje në bisedë, Kiara vëzhgoi Markon diskretisht. Kishte diçka ngushëlluese në praninë e tij që shkonte përtej pamjes fizike apo sharmin sipërfaqësor. Ishte një qëndrueshmëri emocionale, një cilësi e të qenit plotësisht i pranishëm në momentin pa ankth për të impresionuar apo pushtuar. Ai dukej vërtet i interesuar ta njihte, bënte pyetje që tregonin se po i kushtonte vëmendje reale asaj që ajo thoshte. Kur ajo përmendi pasionin e saj të supozuar për artin, diçka që kishte shtuar në profilin e Marinës pothuajse rastësisht, Marko nuk u shtir se kishte një uri që nuk i kishte dhe as nuk u përpoq të ndëronte temë. Në vend të kësaj, ai bëri pyetje të sinqerta rreth llojit të artit që ajo vlerësonte, nëse kishte artist lokal veprat e të cilëve ajo i admironte, nëse kishte provuar ndonjëherë të krijonte diçka vetë. Pyetjet e tij zbuluan një kurreshtje të vërtet për përvoja të ndryshme nga të tijat, një hapje për të mësuar rreth temave që nuk i zotëronte. Ishte pikërisht lloji i përulësisë intelektuale që Kiara rrallë e gjente, veçanërisht midis burrave që përpiqeshin ta impresiononin. Kur erdhi momenti për të diskutuar faturën, natyrshmëria me të cilën Marko mori përgjegjësinë ishte e jashtëzakonshme. Nuk kishte hezitim, negociata apo ndonjë sugjerim që Marina duhej të kontribuonte pavarësisht vështirësive të saj. Ai thjesht tha se kishte bërë një punë shtesë gjatë javës, posaçërisht sepse donte të mund ta ftonte siç duhet. Gjesti u shoqërua me një shpjegim të thjeshtë, ai besonte se kushdo që bënte ftesën duhet të ishte i përgatitur të paguante, dhe se pavarësisht situatës së saj financiare, ai donte që ajo të ndihej rehat dhe e mirëpritur. Nuk kishte ostentacion në qëndrim, vetëm një mirësjellje bazë e ekzekutuar me sinqeritet. Ishte testi i 28, por për herë të parë në 2 vjet, Kiara e gjeti veten duke dëshiruar që biseda të mos mbaronte. Më shumë se kaq, për herë të parë e gjeti veten duke pyetur nëse vërtet donte që të ishte thjesht një tjetër test. Biseda në piceri zgjati gati 3 orë, shumë më gjatë se sa Kiara kishte planifikuar. Marko kishte një mënyrë natyrale për të treguar histori që e mbante atë vërtet të interesuar. Ai fliste për vajzën e tij Olia me një dashuri aq të pastër sa ajo e gjeti veten duke buzëqeshur pa dashje. Vajza, sipas tij, po kalonte një fazë obsesioni me dinozaurët dhe këmbëngulte të korrigjonte çdo informacion të pasakt që të rriturit ndanin rreth temës. Për herë të parë në muaj, Kiara nuk po kronometronte mendërisht takimin dhe as nuk po kërkonte shenja interesi financiar. Marko nuk bëri asnjë pyetje të vetme rreth situatës së saj profesionale përveç shqetësimit të vërtet kur ajo përmendi se ishte e papunë. Ai nuk ofroi zgjidhje mrekulluese dhe as nuk u përpoq ta impresiononte me lidhje që mund të kishte. Thjesht dëgjoi dhe ndau përvojat e tij me empati.
Kur më në fund u përshëndetën, Marko nuk këmbënguli ta shoqëronte në shtëpi, duke respektuar kur ajo tha se preferonte të merrte autobusin vetë. Por kërkoi ta shihte sërish me një sinqeritet që e bëri zemrën e saj të ra në mënyrë të papritur. Kiara e dëgjoi veten duke rënë dakord para se të përpunonte plotësisht vendimin. Rrugës kthim për në apartamentin e saj të vërtet në një nga lagjet më të mira të Tiranës, Kiara u ndje çuditërisht e ndarë. Për vite, kishte kultivuar një aftësi për të ndarë plotësisht emocionet e saj nga testet e saj. Marina ishte një personazh, një mjet për të zbuluar të vërtetën rreth burrave që takonte. Por me Markon, kufijt dukeshin më pak të përcaktuar. Atë natë, për herë të parë që nga fillimi i testeve, ajo nuk bëri shënime të menjëhershme në ditarin e saj. Në vend të kësaj, qëndroi në balkonin e apartamentit të saj, duke parë dritat e qytetit dhe duke ripërpunuar çdo moment të bisedës. Mënyra se si Marko kishte qeshur me shakat e saj, mënyra e sjellshme se si shpjegonte konceptet teknike të punës së tij, shpreha krenare kur fliste për arritjet shkollore të Olis. 3 ditë më vonë, Marko telefonoi. Nuk dërgoi mesazh dhe as nuk priti kohën shoqërisht të pranueshme për të kontaktuar. Thjesht telefonoi dhe tha se kishte menduar për të dhe do të donte të dinte nëse ajo do të pranonte një ftesë për një shëtitje në parkun e madh të dielën. Ai përmendi se do të merrte edhe Olian dhe se do të ishte një mundësi që ajo të njihte personin më të rëndësishëm në jetën e tij. Kiara hezitoi. Njoja e vajzës nënkuptonte një nivel përfshirjeje që ajo nuk e kishte përjetuar kurrë në testet e saj. Fëmijët e komplikuan gjithçka. Ishin shumë të sinqertë, shumë të drejtë për drejtë, nuk i kuptonin nuancat e lojrave që luanin të rriturit. Por para se të mund të refuzonte, e dëgjoi veten duke thënë se do të donte shumë të njihte Olian. E diela erdhi e shoqëruar me një ankth që Kiara nuk mund ta kuptonte plotësisht. Zgjodhi rrobat e saj të Marinës me më shumë kujdes se zakonisht, duke kërkuar diçka që të ishte e përshtatshme për të luajtur me një fëmijë, por që të mos dukej e sforcuar. Arriti në parkun e madh disa minuta para orës së caktuar, duke vëzhguar familjet e shpërndara në lëndinat dhe këndet e lojrave. Marko arriti duke mbajtur për dorë një vajzë me flokë kafe të lidhur në 2 gërsheta të pabarabarta që padyshim i kishte bërë vetë. Olia vishte një bluzë me vizatim Tyrannosauri Rex dhe mbante një çantë shpine të vogël që dukej sikur do të shpërthente nga sa e mbushur ishte. Prezantimi ishte fillimisht i turpshëm. Olia u fsheh pas këmbëve të babait të saj, duke vëzhguar Kiarën me kureshtje të kujdesshme. Por kur Kiara u ul për të qenë në lartësinë e vajzës dhe komentoi për dinozaurin në bluzë, sytë e Olis u ndriçuan. Gjatë 20 minutave të ardhshme, Kiara mori një leksion të detajuar rreth ndryshimit midis teropodëve dhe sauropodëve, shoqëruar me demonstrime gjestuale entuziaste. Marko vëzhgonte ndërveprimin me një buzëqeshje argëtuese, duke korrigjuar her pas here vetëm faktet më fantaziste që Olia shtonte në shpjegimet shkencore. Ajo që filloi si një shëtitje e thjeshtë në park u shndërrua në një pasdite të tërë zbulimesh. Olia këmbënguli të tregonte këndin e saj të preferuar të lojrave, pastaj deshi të mësonte Marinën si të bënte byzylyk me lule, dhe më në fund i bindi të rriturit të merrnin pjesë në një gjueti thesari të improvizuar ku të gjitha thesaret ishin gur me forma interesante. Kiara u befasua me lehtësinë me të cilën u përshtat me ritmin e fëmijës. Kishte diçka çliruese në ndjekjen e logjikës së thjeshtë dhe të drejtpërdrejtë të Olis, pa qëllime të fshehta apo agjenda të fshehta. Vajzës i pëlqente ajo ose nuk i pëlqente, tregonte interes ose mërzitje, bënte pyetje të sinqerta pa u përpjekur të manipulonte përgjigjet. Gjatë pasdites, ajo vëzhgoi Markon duke ndërvepruar me vajzën e tij. Kishte një durim të pafund në mënyrën se si ai u përgjigjej pyetjeve të pafundme, një gëzim të vërtet kur Olia zbulonte diçka të re, një ekuilibër të përsosur midis vendosjes së kufive dhe lejimit të lirisë. Ishte e qartë se gjithë jeta e tij rrotullohej rreth mirëqenies së vajzës, por në një mënyrë të shëndetshme dhe të dashur, jo mbytëse. Kur Olia vrapoi për të luajtur në rëshitse, Marko dhe Kiara qëndruan vetëm për disa minuta. Ai foli për përgjegjësinë e rritjes së një vajze vetëm, për frikërat dhe gëzimet që kjo sillte. Përmendi nënën e Olis vetëm shkurtimisht duke shpjeguar se ishin ndarë kur vajza ishte shumë e vogël dhe se mbanin një marrëdhënie të mirëqen, e fokusuar në mirëqenien e fëmijës. Kiara e dëgjoi veten duke bërë pyetje që shkonin përtej skenarit të saj të zakonshëm të Marinës. Ajo donte vërtet të dinte për sfidat me të cilat përballej Marko, për ëndrat e tij për të ardhmen e Olis, për mënyrën se si balanconte punën dhe prindërimin.
Ishte sikur një pjesë e saj, e fjetur gjatë viteve të testeve dhe zhgënjimeve, po zgjohej sërish. Në fund të pasdites, kur filluan të ktheheshin, Olia i kapi dorën Kiarës në mënyrë krejtësisht natyrale. Vajza foli gjatë gjithë rrugës për dinozaurët që kishte parë në Muzeun Kombëtar të Shkencave të Natyrës muajin e kaluar, duke bërë pyetje rreth muzeve të tjerë që Marina mund të njihte. Në atë moment, Kiara ndjeu një shtrëngim në stomak. Olia po fliste për muzeume me aq entuziazëm, dhe ajo dinte pafundësisht më shumë rreth temës se sa mund të zbulonte ndonjëherë si Marina. Pati dëshirë të tregonte për ekspozitat speciale që po përgatiste muzeu i saj, për pjesët e rralla që kishte ndihmuar të blinte, për një botë të tërë arti dhe kulture që mund t'i hapte asaj fëmije kurioztare. Por nuk mundej. Jo ende. Kur u përshëndetën, Marko edhe një herë nuk këmbënguli ta shoqëronte. Por këtë herë kërkoi leje për ta përqafuar. Ishte një përqafim i thjesht, i respektueshëm, që zgjati vetëm disa sekonda, por që e la Kiarën me një ndjenjë ngrohtësie që vazhdoi gjatë gjithë rrugës kthim. Atë natë, ajo më në fund bëri shënime në ditarin e saj, por ato ishin ndryshe nga të gjitha të tjerat. Në vend të analizave të ftohta rreth sjelljeve të dyshimta, ajo shkroi për buzëqeshjen e Olis kur zbuloi një gur në formë zemre, për durimin e Markos kur vajza këmbënguli të tregonte të njëjtën shaka 3 herë, për ndjenjen e çuditshme të ndjerit pjesë e diçkaje më të madhe se vetvetja. Gjatë javës në vijim, Marko dërgoi 2 mesazhe. I pari ishte një foto e Olis me një nga byzylykët me lule që kishin bërë bashk, shoqëruar me informacionin se vajza kishte këmbëngulur ta vishte në shkollë dhe u kishte treguar të gjithë miqve për shoqen e re të babait. I dyti ishte një ftesë për një panajër artizanati lokal të shtunën tjetër. Kiara pranoi pa hezitim. Panajëri ishte i vogël dhe i ngrohtë, i mbajtur në një shesh në qendër të Krujës, një qytet i vogël afër Tiranës. Marko shpjegoi se e kishte zbuluar rastësisht ngjarjen dhe kishte menduar se Marinës mund t'i pëlqenin punimet e dorës të ekspozuara. Ata ecën midis tezgave, duke vëzhguar qeramika shumë ngjyrëshe, pëlura të qëndisura me dorë, bishuteri artizanale. Në një nga tezgat, një artizane e moshuar shiste skulptura të vogla prej balte. Olia u magjeps nga një pjesë që përfaqësonte një familje dinozaurësh dhe këmbënguli që babai ta blinte për t'i bërë dhuratë Marinës. Marko u përpoq të shpjegonte se ndoshta ajo nuk kishte hapësirë në shtëpi për ta ruajtur, por Kiara e ndërpreu, duke thënë se do të donte shumë ta kishte skulpturën. Kur Marko shkoi të paguante pjesën, Kiara u pyet ku do ta vendoste atë dhuratë në apartamentin e saj të vërtetë. Midis veprave të artit bashkëkohor të zgjedhura me kujdes dhe mobiljeve të dizajnit, një familje e vogël dinozaurësh prej balte do të dukej plotësisht jashtë vendit. Por disi, kjo nuk kishte rëndësi. Skulptura nuk ishte vetëm një objekt, ishte një simbol i dashurisë së vërtet nga një fëmijë që kishte vendosur ta pëlqente atë. Gjatë drekës në një piceri të panajërit, Olia pyeti nëse Marina kishte familje. Pyetja e zuri Kiarën të papërgatitur. Në të gjitha testet e saj të mëparshme, ajo kishte krijuar histori të hollësishme rreth familjeve fiktive, gjithmonë me elemente që justifikonin situatën e saj të vështirë financiare. Por duke parë Olian me sytë e saj të sinqertë dhe kureshtar, gënjeshtrat e përgatitura dukeshin të papërshtatshme. Në vend të kësaj, ajo foli për vetmin. Tha se nuk kishte vëllezër apo prindër të afërt, se ndonjëherë ndihej shumë vetëm në bollë. Ishte e vërteta më e afërt që kishte ndarë si Marina në 2 vjet teste. Prindërit e saj kishin ndëruar jetë në një aksident kur ajo ishte 25 vjeç, duke e lënë trashëgimtare të një pasurie të konsiderueshme, por plotësisht vetëm në bollë. Olia dëgjoi me vëmendje dhe pastaj deklaroi me thjeshtësinë tipike të fëmijëve se Marina nuk kishte pse të ndihej më vetëm sepse tani kishte atë dhe babain. Marko buzëqeshi dhe shtoi duke thënë se të gjithë kishin nevojë për familje, edhe nëse nuk ishte familje gjaku. Atë pasdite, për herë të parë që nga fillimi i testeve, Kiara u pyet seriozisht rreth asaj që po bënte. Marko dhe Olia nuk ishin vetëm një tjetër test. Ishin njerëz të vërtetë, me ndjenja të vërteta, duke ndërtuar një lidhje të vërtetë me dikë që nuk ekzistonte plotësisht. Me çdo moment që kalonte me ta, distanca midis Marinës dhe Kiarës zvogëlohej, dhe ajo nuk dinte më ku mbaronte personazhi dhe ku fillonte gruaja reale. Rrugës kthim, Olia ra në gjumë në sediljen e pasme të makinës modeste të Markos. Ata drejtuan në heshtje të rehatshme, të shoqëruar vetëm nga zhurma e butë e frymëmarrjes së fëmijës.
Kur arritën në pikën ku Kiara gjithmonë thoshte se jetonte, Marko fikur motorin dhe ata folën me zë të ulët për të mos zgjuar Olian. Ishte në këtë moment intimiteti të heshtur që Kiara kuptoi, ajo po binte në dashuri. Jo Marina me Markon, por ajo vetë, Kiara, për herë të parë në vite, po zhvillonte ndjenja të vërteta për dikë që as nuk e njihte identitetin e saj të vërtetë. Zbulimi e trembi thellësisht. Gjatë të gjitha testeve të saj të mëparshme, ajo kishte mbajtur një distancë emocionale të kujdesshme, duke vëzhguar sjelljet sikur të ishte një shkencëtare duke studiuar ekzemplar në laborator. Kishte shënime të detajuara, analiza të ftohta, përfundime të bazuara thjesht në prova të vëzhgueshme. Por me Markon, rregullat që kishte vendosur për veten e saj dukeshin të parëndësishme. Ajo e gjente veten duke menduar për të gjatë punës, duke parashikuar takimet e tyre të ardhshme, vërtet të shqetësuar për mirëqenien dhe lumturinë e tij. Nuk po mblidhte më të dhëna për natyrën mashkullore, thjesht po jetonte një lidhje të vërtet njerëzore për herë të parë në vite. Ajo që e bënte situatën edhe më të ndërlikuar ishte Olia. Vajza e kishte pranuar Marinën në jetën e saj me thjeshtësinë tipike të fëmijëve, pa vënë në dyshim motivet apo qëllimet e fshehta. Për Olian, Marina ishte thjesht një person i sjellshëm që i pëlqente të luante me të dhe që e bënte babain të buzëqeshte në një mënyrë të veçantë. Atë natë, vetëm në apartamentin e saj luksos, Kiara e gjeti veten në një dilemë që nuk e kishte parashikuar kur kishte filluar testet. Kishte dy opsione të qarta, të zbulonte të vërtetën rreth asaj që ishte vërtet dhe të rrezikonte të humbiste Markon dhe Olian, ose të vazhdonte të jetonte një gënjeshtër gjithnjë e më të hollësishme. Opsioni i parë e tmerronte. Pas kaq shumë përvojash të këqija, ideja e të bërit përsëri e prekshme, e të besuarit se Marko do të reagonte mirë kur të zbulonte për pasurinë dhe pozicionin e saj social, duke një rrezik emocional i jashtëzakonshëm. Po sikur ai të ishte si të gjithë të tjerët, thjesht më i mirë në fshehjen e qëllimeve të tij të vërteta? Por opsioni i dytë po bëhej po aq i paqëndrueshëm. Çdo moment lumturie të vërtetë që ndante me Markon dhe Olian shoqërohej nga një faj në rritje. Ajo po ndërtonte një marrëdhënie të bazuar në një gënjeshtër themelore, dhe sa më shumë kohë kalonte, aq më e vështirë do të ishte të zhbëhej mashtrimi. Gjatë javëve në vijim, këto konflikte të brendshme u intensifikuan. Kiara filloi të jetonte dy jetë plotësisht të ndara me një saktësi që ndonjëherë e tremte. Gjatë ditëve të javës, ajo ishte drejtoresha artistike e respektuar, duke marrë vendime rreth ekspozitave milionëshe dhe duke ndërvepruar me koleksionistë ndërkombëtar. Në fundjavë dhe në pasditet e lira, ajo transformohej në Marina, gruaja e thjeshtë që po mësonte të bëhej pjesë e një familjeje të dashur. Transformimi nuk ishte vetëm fizik, megjithse edhe kjo kërkonte kujdes të vazhdueshëm. Ishte psikologjik dhe emocional. Si Marina, ajo i lejonte vetes të relaksohej në mënyra që nuk i kishte bërë prej vitesh. Qeshte më lehtë, tregonte cenueshmëri të vërtetë, lejonte veten të kujdesej nga të tjerët në vend që të ishte gjithmonë në kontroll. Kishte momente gëzimi të pastër që e zinin të papërgatitur. Si kur Olia Këmbënguli t'i mësonte Marinës si të bënte aeroplan letre, duke rezultuar në një pasdite të tërë garazh ajrore në apartamentin e vogël, por të ngrohtë të Markos. Ose kur Marko, duke kuptuar se ajo duke e lodhur pas një dite të vështirë kërkimi pune fiktive, përgatiti një çaj special dhe thjesht u ul me të në heshtje të rehatshme. Këto gjeste dashurie spontane ishin më të çmuara për Kiarën se çdo dhuratë e shtrenjtë që kishte marrë në jetën e saj reale. Kishte diçka thellësisht ngushëlluese në të qenit e kujdesur pa pritshmëri, e dashur pa kushte, e pranuar me të gjitha të metat dhe kufizimet e supozuara të Marinës. Por kishte edhe momente tensioni në rritje. Kur Olia bënte pyetje rreth familjes së Marinës, Kiara duhej të improvizonte histori rreth të afërmve inekzistente. Kur Marko ofronte ndihmë që ajo të gjente punë duke përdorur kontaktet e tij të kufizuara, ajo duhej të shpik justifikime për të mos ndjekur mundësitë që ai me mirësjellje krijonte për të. Më e dhimbshme ishte kur ekspertiza natyrale e Kiarës gati e tradhtoi. Si kur vizituan një galeri të vogël lokale dhe ajo gati korrigjoi informacione të pasakta rreth teknikave artistike që Guidi vullnetar po ndante. Ose kur Olia bëri pyetje të sofistikuara rreth historisë që Kiara mund t'i përgjigjej lehtësisht, por Marina supozoi se nuk do t'i dinte. Me çdo gënjeshtër, sado e vogël të ishte, Kiara ndjente një erozion gradual të integritetit të saj. Ajo i kishte filluar testet për të zbuluar ndershmërinë të tjerët, por tani e gjeti veten thelbësisht të pandershme me njerëzit që kishin më shumë rëndësi për të.
Në 3 javët në vijim, Kiara jetoi një përvojë krejtësisht të re. Për herë të parë që nga fillimi i testeve, ajo priste me ankth çdo takim, jo për të konfirmuar teoritë e saj rreth natyrës njerëzore, por thjesht për gëzimin e të qenit me Markon dhe Olian. Takimet u bën më të shpeshta dhe më natyrale. Marko e ftoi për një piknik të improvizuar në parkun afër apartamentit të tij, ku Olia i mësoi Marinës si të lëshonte balona dhe këmbënguli të përgatiste sanduiçe me gjalp kikiriku për të gjithë. Kiara u befasua me kënaqësinë e thjeshtë të ulurit në bar, duke vëzhguar ret që kalonin dhe duke dëgjuar vëzhgimet filozofike që vetëm një fëmijë 7 vjeçar mund t'i bënte. Gjatë këtyre momenteve, ajo e gjente veten duke harruar plotësisht jetën e saj reale. Muzeu, përgjegjësitë, madje edhe komoditetet e apartamentit të saj luksos dukeshin të largëta dhe më pak të rëndësishme se ndjenja e përkatësisë që ndjente pranë atyre 2 personave. Marko, nga ana e tij, tregonte një vëmendje në rritje për Marinën që shkonte shumë përtej mirësjelljes. Ai mbante mend detaje të vogla që ajo përmendte, si preferenca e saj për kafe pa sheqer ose mospëlqimi i saj për filmat horror. Kur ajo komentoi rastësisht se nuk kishte ngrënë një picë të mirë prej muajsh për shkak të çështjeve financiare, ai u shfaq në takimin tjetër me një picë shtëpie që kishte bërë posaçërisht për të. Ishte ky lloj gjesti që e trondiste më shumë Kiarën. Marko nuk u përpoq ta impresiononte me shpenzime ekstravagante apo me demonstrime statusi. Në vend të kësaj, ai investonte kohë dhe mendim në veprime të vogla që tregonin se ai vërtet i kushtonte vëmendje asaj që ajo thoshte dhe shqetësohej për mirëqenien e saj. Olia gjithashtu e kishte përqafuar Marinën si pjesë natyrale të jetës së tyre. Vajza vazhdimisht përmendte shoqen e re në shkollë, krijonte vizatime për të dhe madje ruante copëza të veçanta ëmbëlsire për t'i ndarë në takime. Kishte një pastërti në demonstrimet e dashurisë së fëmijës që e prekte thellësisht Kiarën. Një pasdite, ndërsa Olia po luante në këndin e lojrave, Marko dhe Marina po bisedonin ulur në një stol afër. Ai foli për planet e tij për të ardhmen e vajzës, për kursimet që po bënte për ta vendosur në një shkollë private me mësim më të mirë të shkencave, pasi ajo tregonte aq shumë interes për temën. Përmendi gjithashtu ëndrrën për ta çuar Olian të njëjtë Muzeun Kombëtar të Shkencave të Natyrës në Tiranë, por që ende nuk kishte arritur të mblidhte para të mjaftueshme për shëtitjen e plotë. Në atë moment, Kiara ndjeu një dëshirë pothuajse të parezistueshme për të zbuluar se ajo mund të mos e çonte Olian vetëm në muze, por t'i siguronte përvoja edukative që vajza kur nuk i kishte imagjinuar. Ajo duhej të kontrollonte veten fizikisht për të mos folur për lidhjet që kishte, programet speciale për fëmijë që ofronte muzeu i saj, mundësinë e vizitave private në koleksione. Tensioni i brendshëm po bëhej gjithnjë më i vështirë për t'u duruar. Gjatë ditëve të saj normale në muze, Kiara e gjente veten duke menduar se si do të ishte të përfshinte Markon dhe Olian në jetën e saj reale. Imagjinonte shprehjen e magjepsjes së vajzës duke parë ekspozitat, mënyrën se si Markon ndoshta do të impresiononte me punën që ajo bënte, por në të njëjtën kohë i respektueshëm dhe vërtet i interesuar. Kolegët e saj në muze filluan të vërenin ndryshime në sjelljen e saj. Rosa, asistentja e saj më e afërt, komentoi se ajo dukej më e relaksuar, më pak e tensionuar se vitet e fundit. Kiara gati foli për Markon dhe Olian disa herë, por gjithmonë ndalonte. Si do të shpjegonte se po jetonte një gënjeshtër të hollësishme prej javësh. Ishte gjatë një takimi veçanërisht të veçantë që gjithçka u shpërbë. Marko e kishte ftuar Marinën t'i shoqëronte në një panajër shkence që po organizonte shkolla e Olis. Vajza kishte përgatitur një projekt rreth dinozaurëve barngrënës dhe ishte e padurueshme të tregonte punën e saj për shoqen speciale të babait. Kiara arriti në ngjarje duke veshur rrobat e saj të Marinës të zgjedhura me më shumë kujdes, një fund të thjeshtë pambuku dhe një bluzë me mëngë të gjata për të fshehur orën Patek Philippe që kishte harruar ta hiqte në ngutjen e pasdites. Ishte një copë e rrallë, e vlerësuar në më shumë se 200.000 lekë, të cilën e kishte fituar nga një koleksionist mirënjohës pas një blerjeje të suksesshme për muzeun. Panajiri ishte i animuar dhe plot me familje. Olia e udhëhoqi Marinën nga stenda në stend, duke shpjeguar me krenari projektin e saj dhe duke bërë pyetje inteligjente rreth punimeve të kolegëve. Marko vëzhgonte të dyja duke ndërvepruar me një buzëqeshje të vazhdueshme, qartësisht i lumtur që e shihte vajzën e tij aq të qetë dhe të animuar. Gjatë prezantimit të Olis, vajza gesticulonte me entuziazëm për të shpjeguar ndryshimin midis qafave të brahiosaurëve dhe diplodokëve.
Në një lëvizje veçanërisht të gjerë, ajo pa dashje u përplas me krahun e Kiarës, duke bërë që mënga e bluzës të ngrihej disa centimetra. Marko, i cili po i kushtonte vëmendje vajzës, vuri re diçka të shkëlqyer në kyçin e Marinës. Sytë e tij, të stërvitur për të identifikuar pajisje elektronike precize dhe pjesë teknike të rafinuara, u fokusuan automatikisht te objekti. Ajo që pa e la plotësisht të palvizshëm. Ora ishte padyshim e shtrenjtë. Jo vetëm e shtrenjtë, por jashtëzakonisht e rrallë. Marko e dinte këtë sepse kishte punuar në mirëmbajtjen e sistemeve të sigurisë për argjendari luksoze dhe kishte mësuar të njëjtë pjesë me vlerë të lartë. Një orë e tillë kushtonte më shumë se sa ai do të fitonte në 5 vjet punë. Kiara vuri re shikimin e Markos dhe shpejt e tërhoqi mëngën poshtë, por ishte tepër vonë. Shpreha në fytyrën e tij kishte ndryshuar plotësisht. Nuk ishte zemërim, madje as akuzë. Ishte konfuzion i thellë i përzier me një trishtim në rritje. Ata përfunduan së parit prezantimin e Olis, e cila fatmirësisht nuk vuri re asgjë. Vajza mori lëvdata nga organizatorët dhe një çmim të vogël për kreativitet, duke rrezatuar lumturi. Por atmosfera midis të rriturve ishte shndërruar në diçka të tensionuar dhe të pakëndshme. Rrugës kthim për në shtëpi, Marko drejtoi në heshtje. Olia, e lodhur nga emocioni i ditës, ra shpejt në gjumë në sediljen e pasme. Vetëm atëherë ai vendosi të fliste. Marina, tha ai me qetësi, pa i hequr syt nga rruga, duhet të flasim. Kiara ndjeu stomakun t'i shtrëngoi. E dinte se kishte ardhur momenti që kishte frikë për javësh. Farsa ishte gati të shpërbëhej. Marko ndaloi makinën para vendit ku ajo gjithmonë thoshte se jetonte. Fikur motorin dhe u kthye për t'i parë drejt për drejt. Sytë e tij, zakonisht të ngrohtë dhe mikpritës, ishin serioz dhe të lënduar. Ora, tha ai thjesht. Kush je ti vërtet? Kiara u përpoq të mohonte. Tha se ora ishte një imitim, një trashëgim i pa vlerë nga një teze e largët, çdo gjë që mund të mbante versionin e Marinës të paprekur. Por Marko tundi kokën ngadalë. Unë punoj me pajisje precize prej 10 vjetësh, tha ai. Ditë njon një Patek Philippe original kur e shoh. Kjo orë vlen më shumë se shtëpia ime, Marina. Apo ky nuk është as emri yt i vërtet? Akuza u bë pa agresivitet, por me një trishtim të thellë që ishte më i dhimbshëm për Kiarën se çdo ulërim mund të kishte qenë. Marko nuk ishte i zemëruar. Ishte i zhgënjur dhe i lënduar. Ajo u përpoq të shpjegonte, filloi disa fjali që nuk mundi t'i mbaronte. Si mund të tregonte për testet, për vite zhgënjimesh, për nevojën për të mbrojtur zemrën e saj pa tingëlluar plotësisht manipuluese? Si të shpjegonte se kishte filluar si një eksperiment, por ishte shndërruar në diçka reale dhe të frikshme? Marko e ndërpreu me butësi. Marina, ose sido që të jetë emri yt, unë nuk e di çfarë loje po luan, por unë kam një vajzë për të mbrojtur. Olia u lidh shumë me ty, ajo flet për ty çdo ditë, vizaton ju të dyja bashk, më pyet kur do të shoh sërish tezen Marin. Zëri i tij u ngjis pak kur përmendi vajzën. Nuk mund të lejoj që dikush i paqëndrueshëm ose që nuk është ajo që thotë se është, të hyjë në jetën e saj. Olia tashmë e ka humbur nënën praktikisht. Nuk mund ta lë të lidhet me dikë tjetër që mund të zhduket ose që po fsheh diçka të rëndësishme. Kiara ndjeu lodh që i digjnin syt. Për herë të parë në vite, nuk ishin lodh zemërimi apo frustrimi, por pendim i vërtetë. Jo për atë që kishte zbuluar rreth Markos, por për atë që i kishte bërë Olis. Vajza kishte ofruar dashurinë e saj në mënyrë të pakushtëzuar, dhe ajo e kishte pranuar këtë dhuratë të çmuar bazuar në një gënjeshtër. Marko, tha ajo me zë të dridhur, unë mund t'i shpjegoj të gjitha. Më duhet vetëm pak kohë për. Ai tundi kokën sërish. Më duhet distancë tani, tha ai. Më duhet të mbroj vajzën time dhe më duhet të kuptoj se çfarë po ndodh. Nuk di më se çfarë të besoj. Kiara doli nga makina në heshtje. Para se të mbyllte derën, shikoi për herë të fundit Olian që flinte qetësisht në sediljen e pasme, me një nga byzylykët me lule që kishin bërë bashk ende të lidhur në kyçin e vogël. Imazhi i theu zemrën. Marko ndezi makinën dhe u largua pa shikuar pas. Kiara qëndroi në trotuar për disa minuta, duke vëzhguar dritat e pasme të makinës që zhdukeshin në distancë. Për herë të parë që nga fillimi i testeve, ajo kishte gjetur pikërisht atë që po kërkonte, një burr vërtet të mirë që i interesonte për atë që mendonte ajo se ishte.
dhe kishte humbur gjithçka për shkak të farsës që kishte krijuar për të mbrojtur veten. Atë natë, në apartamentin e saj të vërtet, e rrethuar nga gjithë luksi që ofronte jeta e saj, Kiara u ndje më vetëm se kurrë. Të gjitha veprat e artit në mure, të gjitha mobiljet e shtrenjta, gjithë siguria financiare dukeshin bosh krahasuar me ndjenjen e përkatësisë që kishte përjetuar ulur në barin e një parku me Markon dhe Olian. Ajo shikoi skulpturën e vogël të dinozaurëve që Olia kishte këmbëngulur ta blinte për të, tani e vendosur me kujdes në raftin e saj midis pjesëve të artit bashkëkohor që kushtonin mijëra herë më shumë. Ishte i vetmi objekt në të gjithë shtëpinë e saj që ishte dhënë me dashuri të pastër, pa pritur asgjë në këmbim. Dhe ajo kishte hedhur poshtë gjithë këtë sepse nuk kishte arritur të besonte mjaftueshëm për të qenë e sinqertë që në fillim. Apartamenti, i cili gjithmonë kishte qenë streha e saj, tani dukej si një mauzoleum i paranojës së saj. Çdo objekt i shtrenjtë, çdo vepër arti e zgjedhur me kujdes, çdo mobilje e dizajnuar përfaqësonte barrierat që ajo kishte ndërtuar midis vetes dhe lidhjeve të vërteta njerëzore. Ironia ishte mizore, ajo kishte grumbulluar pasuri dhe status për të mbrojtur veten, por këto mbrojtje u bën burgjet që e pengonin të përjetonte dashuri të vërtetë. Gjatë ditëve që pasuan zbulimin e Markos rreth orës, Kiara u përpoq të mbante rutinën e saj normale në muze, por e pati të vështirë të përqendrohej edhe në detyrat më themelore. Rosa komentoi disa herë rreth shpërqendrimit të saj, duke pyetur nëse ndihej mirë apo nëse diçka po e shqetësonte. Tundimi për t'i treguar Rosës gjithë situatën ishte pothuajse i parezistueshëm. Asistentja e saj ishte një nga të paktët njerëz në jetën e saj profesionale me të cilët kishte diçka afër një misie të vërtetë. Rosa e njihte prej vitesh, e kishte parë Kiarën të kalonte periudha të vështira më parë dhe kishte një mençuri praktike që mund të ndihmonte. Por si të shpjegonte se kishte kaluar 2 vjet duke testuar burra përmes gënjeshtrave të hollësishme? Si të pranonte se kishte gjetur pikërisht atë që kërkonte, por kishte humbur gjithçka për shkak të paftësisë së saj për të besuar? Fjalët dukeshin të papërshtatshme për të kapur kompleksitetin e situatës që ajo vetë kishte krijuar. Në vend të kësaj, Kiara u zhyt edhe më thellë në punë, duke miratuar ekspozita me një shpejtësi që befasoi ekipin e saj, duke rishikuar propozime me një vëmendje ndaj detajeve që kufizohej me obsesionin. Ishte sikur, pasi kishte humbur lidhjen emocionale që kishte filluar ta vlerësonte, ajo përpiqej të kompensonte përmes përsosmërisë profesionale. Por edhe në punë, kujtimet e Markos dhe Olis e ndiqnin. Kur analizonte pjesë të artit bashkëkohor, i kujtohej si Marko kishte treguar interes të vërtetë për opinionet e saj rreth artit, duke bërë pyetje inteligjente edhe pse nuk e njihte temën. Kur organizonte programe edukative për fëmijë, shihte Olian në çdo fytyrë kurioztare që merrte pjesë në aktivitete. Muzeu po organizonte një ekspozitë speciale rreth dinozaurëve në partneritet me Muzeun Kombëtar të Shkencave të Natyrës, dhe Kiara nuk mund të punonte në projekt pa menduar se sa e entuziazmuar do të ishte Olia me mundësinë për të parë fosile të vërteta, skelete të plota, rindërtime shkencore të krijesave që ajo i donte aq shumë. Ajo madje kishte konsideruar të gjente një mënyrë për t'i dërguar bileta anonime Markos dhe Olis, por kuptoi se kjo do të ishte vetëm një tjetër formë gënjeshtre, një tjetër mënyrë për të manipuluar situatat në vend që t'i përballonte ato me ndershmëri. Gjatë një takimi rreth sponsorizimeve për ekspozitën e dinozaurëve, Kiara e gjeti veten duke imagjinuar se si do të ishte të përfshinte Markon dhe Olian në jetën e saj reale. Ajo vizualizoi prezantimin e Markos si të dashurin e saj në ngjarje sociale, e pa veten duke e çuar Olian për darkë në restorante elegante, imagjinoi të tre duke kaluar fundjavat në vilën e saj në fshat. Por edhe në këto fantazi lindnin probleme. Si do të reagonte Marko kur të zbulonte shtrirjen e pasurisë së saj? Si do të ndihej duke qenë i dashur i dikujt që fitonte në një muaj atë që ai fitonte në disa vjet? Olia do të përshtatej me botën e privilegjeve që Kiara mund të ofronte, apo kjo do të ndryshonte personalitetin e saj natyror dhe spontan? Kishte gjithashtu konsiderata praktike që ajo kishte shmangur ti mendonte gjatë testeve. Nëse ajo do të zbulonte kush ishte vërtet, e gjithë shtypi i specializuar në thashetheme sociale do të interesohej për marrëdhënien e saj të re. Marko dhe Olia do të fotografoheshin, investigoheshin, shndërroheshin në objekte kurioziteti publik. Kjo mundësi e tmerronte. Një pjesë e asaj që ajo donte më shumë te Marko ishte privatësia e tij natyrale, aftësia e tij për të gjetur gëzim në momente të thjeshta pa pasur nevojë për vërtetim të jashtëm.
Olia ishte një fëmijë e lumtur dhe e shkujdesur që nuk meritonte të ekspozohej ndaj vëmendjes publike thjesht për shkak të fatit të keq të dashuruarit pas dikujt të pasur. Ndoshta, mendoi Kiara në momentet e saj më të errëta, Marko kishte të drejtë të largohej. Ndoshta ajo vërtet ishte e paqëndrueshme, jo në kuptimin që ai imagjinonte, por emocionalisht e paqëndrueshme për shkak të viteve të mosbesimit dhe paranojës. Ndoshta ai dhe Olia meritonin dikë më të thjeshtë, më të drejtë për drejtë, dikë të aftë të dashuronte pa ndërlikime. Kjo linjë mendimi e çoi atë në momente vetë deprecimi që ishin edhe më shkatëruese. Ajo filloi të vinte në dyshim jo vetëm vendimet e saj të fundit, por të gjithë qasjen e saj ndaj jetës në vitet e fundit. Kishte ndërtuar një karrierë mbretëlënëse, kishte grumbulluar pasuri të konsiderueshme, kishte fituar respekt profesional, por për çfarë? Për të jetuar vetëm në një apartament të bukur, e rrethuar nga objekte të shtrenjta, por pa askënd me të cilin të ndante gëzime të vërteta? Skulptura e vogël e dinozaurëve që Olia kishte këmbëngulur ta blinte për të u bërë një simbol i dhimbshëm i gjithçkaje që kishte humbur. Ishte i vetmi objekt në të gjithë apartamentin e saj që ishte dhënë me dashuri të pastër, pa pritshmëri, pa qëllime të fshehta. Dhe ajo e kishte tradhtuar këtë dashuri përmes gënjeshtrave. Ditët në vijim kaluan në një mjegull vetë deprecimi dhe pendimi. Kiara u zhyt në punë me një intensitet që shqetësonte edhe kolegët e saj më të përkushtuar. Arrinte në muze para orarit normal dhe largohej vetëm kur siguria praktikisht e detyronte të shkonte. Roza u përpoq të fliste disa herë, duke kuptuar se diçka nuk ishte në rregull me shefen e saj. Kiara, e cila gjithmonë kishte qenë profesioniste por e distancuar, tani dukej plotësisht e munguar emocionalisht. U përgjigjej pyetjeve të nevojshme, merrte vendimet e kërkuara, por kishte një cilësi mekanike në gjithçka që bënte. Gjatë ditës, arrinte të mbante fasadën e normalitetit. Por natën, vetëm në apartamentin e saj, kujtimet e ndiqnin. Olia duke pyetur kur do të shite sërish tezën Marin. Buzëqeshja krenare e Markos kur ajo lavdëronte punën e tij. Momentet e vogla të lidhjes së vërtet që tani dukeshin mizorisht ironike. Ajo kishte ruajtur të gjitha dhuratat që kishte marrë prej tyre. Skulptura e dinozaurëve zinte një vend deri në dhomën e saj, një kujtesë e vazhdueshme e dashurisë së pastër që kishte shpërdoruar. Kishte gjithashtu disa vizatime që Olia kishte bërë për të ruajtura me kujdes në një dosje speciale. Shikimi i tyre ishte i dhimbshëm, por ajo nuk mund t'i hiqte qafe. Një javë pas konfrontimit me Markon, Kiara ishte në zyrën e saj në muze duke rishikuar propozime për ekspozitën e ardhshme kur Roza trokiti në derë me një shprehje të shqetësuar. Kiara, tha ajo me hezitim, më ka telefonuar një burr i çuditshëm. Thotë se është gazetar dhe po bën një artikull rreth personaliteteve me ndikim në fushën kulturore. Nuk kishte caktuar orar, por këmbëngull se është e rëndësishme. Kiara pshertiu. Intervistat ishin pjesë e punës së saj, megjithse ajo preferonte t'i shmangte kur ishte e mundur. Lëre të hyj, tha ajo, duke imagjinuar se do të ishte një tjetër bisedë sipërfaqësore rreth tendencave në botën e arteve. Burri që hyri në zyrën e saj nuk përkonte me imazhin që ajo kishte për gazetarët kulturor. Ishte i dobët, me sy të vegjël dhe depërtues, dhe mbante një dosje voluminoze që sugjeronte kërkime të gjera. Ai u prezantua si Luka Santos, një gazetar i pavarur i specializuar në investigime rreth jetës private të figurave publike. Mënyra se si ai shqiptoi jetë private e bëri Kiarën të drejtohej në karrige. Kishte diçka grabitqare në tonin e tij që e bëri menjëherë vigjilente. Zonjush Allianz, filloi ai, duke u ulur pa ftuar, kam ndjekur karrierën tuaj të shkëlqyer prej disa muajsh. Vërtet mbresëlënëse si arrini të mbani një profil kaq të ulët pavarësisht gjithë ndikimit dhe pasurisë tuaj. Kiara mbajti shprehjen neutrale. Faleminderit, u përgjigj ajo. Preferoj që puna ime të flas për veten. Luka buzëqeshi në një mënyrë që nuk arriti të syë. Pikërisht. Është interesante si disa njerëz arrin të mbajnë dy jetë plotësisht të ndara. Profesionistin e patëmet dhe atë personal le të themi më kreativ. Komenti bëri që të gjithë alarmerat mendor të Kiarës të bien. Çfarë saktësisht doni të thoni me këtë? Pyeti ajo, duke u përpjekur të mbante zërin të qetë. Ai hapi dosjen e tij dhe nxori disa fotografi, duke i vendosur mbi tavolinë me lëvizje qëllimisht të ngadalta.
Ishin imazhe të saj si Marina, duke dal nga piceria me Markon, duke luajtur në park me Olian, duke ecur në panairin e artizanatit. Kiara ndjeu gjakun t'i largohej nga fytyra, por u detyrua të ruante qetësinë. Nuk e di çfarë synojnë të provojnë këto fotografi, tha ajo. Luka u përkul përpara. Zonjush Allianz, apo duhet të them Marina. Kam një burim që më ka treguar për një grua shumë të pasur që maskohet si e varfër për të testuar burra në takime romantike. Një lloj eksperimenti social mjaft i veçantë. Imagjinoj se lexuesit do ta gjenin këtë histori magjepsëse. Kërcënimi ishte i qartë dhe i drejtë për drejtë. Kiara ndjeu një përzierje zemërimi dhe paniku, por vitet e përvojës në negociata të vështira e ndihmuan të mbante kontrollin. Çfarë doni? Pyeti ajo drejt për drejt. Së pari, një intervistë ekskluzive, tha ai. Dua detaje të plota rreth metodave tuaja, motivacioneve, sa burra keni mashtruar. Së dyti, qasje në aktivitetet tuaja sociale për disa javë. Lexuesit e mi duan të ndjekin jetën e njerëzve të pasur. Po sikur të refuzoj. Ai buzëqeshi sërish. Atëherë e publikoi historinë gjithsesi, por me një këndvështrim më pak të favorshëm. Grua e pasur dhe e fuqishme manipulon burra punëtor për argëtim. Kam material të mjaftueshëm për një seri artikujsh. Kiara kuptoi se po shantazhoi, por gjithashtu e dinte se një ekspozim i tillë mund të shkatërronte jo vetëm reputacionin e saj personal, por edhe karrierën e saj. Muzeu nuk mund të përballonte të kishte një drejtoreshe të përfshirë në skandale. Më duhet kohë për të menduar, tha ajo. 48 orë, u përgjigj Luka, duke futur foto. Pas kësaj, e publikoj me ose pa bashkëpunimin tuaj. Pasi ai u largua, Kiara mbeti vetëm në zyrën e saj, duke ndjer botën të shpërbëhej rreth saj. Jo vetëm që kishte humbur Markon dhe Olian për shkak të gënjeshtrave të saj, tani përballej me mundësinë që gjithë jeta e saj të ekspozohej publikisht në një mënyrë të shtrembëruar. Kaloi pjesën tjetër të ditës duke u përpjekur të përqendrohej në punë, por mendja e saj ishte plotësisht e shpërqendruar. Sa herë që binte telefoni, ajo priste që të ishte Marko që telefononte për të thënë se ishte i gatshëm të fliste. Por ai nuk telefonoi. Atë natë, në shtëpi, Kiara u përpoq të analizonte opsionet e saj në mënyrë racionale. Mund të përpiqej të negocionte me Lukën, ndoshta t'i ofronte para që ai të hiqte dorë nga historia. Mund të punësonte avokat për ta kërcënuar ligjërisht. Ose mund të pranonte thjesht se jeta e saj private do të ekspozohej dhe të përpiqej të minimizonte dëmet. Por asnjë nga këto opsione nuk adresonte problemin real. Ajo kishte humbur dy personat që kishin më shumë rëndësi për të për shkak të paftësisë së saj për të besuar dhe për të qenë sinqertë. Në ditën e dytë pas vizitës së Lukës, Kiara ishte në zyrën e saj kur Roza hyri me një shprehje edhe më të shqetësuar se zakonisht. Kiara, tha ajo, sapo mora një telefonat të çuditshme. Një burr tha se vajza e tij ishte zhdukur dhe se ti ishe personi i fundit që ajo përmendi. Ai duke i dëshpëruar. Zemra e Kiarës ndaloi. Marko? Pyeti ajo, duke e ditur tashmë përgjigjen. Ai nuk e tha emrin, por la një numër. Tha se ishte urgjente. Me duar të dridhura, Kiara thiri numrin. Marko u përgjigj në zilën e parë dhe ankthi në zërin e tij ishte i prekshëm. Marina? Olia u zhduk. Ajo doli nga shtëpia këtë mëngjes duke thënë se do të shkonte në furrën e bukës dhe nuk u kthye. Kam kërkuar në të gjitha vendet që mund të imagjinoj. Policia është njoftuar, por ti ishe personi i fundit që ajo përmendi dje. Ajo vazhdonte të pyeste pse nuk po vije më të na vizitoje dhe nëse ishte faji i saj. Kiara ndjeu sikur kishte marrë një grusht në stomak. Olia ishte zhdukur dhe disi ajo ishte e lidhur me incidentin. Faji që tashmë e konsumonte u intensifikua në mënyrë eksponenciale. Marko, tha ajo, duke u përpjekur të mbante zërin të fortë, do të ndihmoj të kërkojmë. Ku jetoni saktësisht? Për herë të parë, ai dha adresën reale. Kiara e shënoi shpejt dhe premtoi të ishte atje brenda 20 minutash. Anuloi të gjitha takimet e ditës, mori makinën e saj dhe drejtoi me shpejtësinë maksimale të lejuar drejt lagjes ku jetonte Marko. Kur arriti, gjeti një turm të vogël fqinjësh që ndihmonin në kërkim. Marko ishte në qendër të grupit duke koordinuar përpjekjet me një qetësi të sforcuar që nuk mund të fshete dëshpërimin e tij.
Kur pa Kiarën duke u afruar, shpreha e tij ishte një përzierje komplekse lehtësimi për të pasur ndihmë dhe lëndimi nga situata midis tyre. Ai shpejt shpjegoi detajet. Olia kishte dalë për të blerë bukë në mëngjes, diçka që bënte rregullisht në fundjavë. Fura e bukës ishte vetëm 3 bloqe larg shtëpisë, në një rrugë që ajo e njihte në mënyrë perfekte. Por këtë herë, ajo nuk arriti në destinacion dhe as nuk u kthye. Pronarët e furrës së bukës konfirmuan se nuk e kishin parë. Fqinjet ishin pyetur, por askush nuk e kishte parë pasi ajo kishte dalë nga shtëpia. Marko po fajsonte qartë veten që e kishte lejuar të shkonte vetëm, diçka që gjithmonë e kishte bërë pa probleme. Kiara dëgjoi gjithçka pa e ndërprerë, por mendja e saj tashmë po punonte. Ajo e njihte Olian mjaftueshëm mirë për të ditur se vajza ishte inteligjente dhe e kujdesshme, nuk do të humbiste lehtë. Nëse ajo ishte zhdukur, kishte një arsye specifike. Marko, tha ajo me butësi, dhe se ajo më përmendi dje. Çfarë saktësisht tha ajo? Ai hezitoi për një moment, sikur nguronte ta fajsonte edhe më shumë. Ajo pyeti pse Marina nuk po vinte më të luante me ne. Unë u përpoqa të shpjegoja se ndonjëherë të rriturit janë të zënë, por ajo këmbënguli se ishte sepse kishte bërë diçka të gabuar. Tha se të gjithë njerëzit që ajo i do përfundojnë duke u larguar dhe se ndoshta ajo ishte problemi. Fjalët goditën Kiarën si një ortej. Olia po fajsonte veten për largimin e Marinës, pikërisht ashtu siç kishte fajsuar veten për ndarjen e prindërve vite më parë. Vajza, në logjikën e saj fëmijërore, kishte arritur në përfundimin se ajo ishte shkaku i problemeve dhe ndoshta kishte vendosur se zgjidhja ishte të zhdukej vetë. Marko, tha Kiara me urgjencë, ajo nuk shkoi në furrën e bukës. Ajo u largua qëllimisht. Olia mendon se është fajtore pse unë ndalova së vizituarja ata. Duhet të kërkojmë në vende ku ajo do të ndihej e sigurt, por e fshehur. Zbulimi ndryshoi plotësisht fokusin e kërkimit. Në vend që të kërkonin një fëmijë të humbur, tani po kërkonin një vajzë që qëllimisht ishte fshehur duke besuar se po shkaktonte probleme për njerëzit që i donte. Marko riorganizoi menjëherë ekipet e kërkimit me këtë perspektivë të re. Zonja Agnes, e cila ishte bërë koordinatorja jo zyrtare e operacionit, rishpërndau vullnetarët për të fokusuar në vende ku një fëmijë mund të fshihej qëllimisht, parqe me zona të pyllëzuara, sheshe me fshehtësi natyrale, madje edhe ndërtime të braktisura që ishin të sigurta por të izoluara. Komuniteti ju përgjigj strategjisë së re me edhe më shumë vendosmëri. Ishte e qartë se të gjithë e njihnin dhe kujdeseshin vërtet për Olian, jo vetëm për mirësjelljen ndaj Markos, por sepse vajza kishte prekur jetën e tyre në mënyra specifike dhe të paharrueshme. Kiara u ofrua të kërkonte vetëm në parkun e madh, ku kishin kaluar kaq shumë pasdite bashk, vendi ku Olian ndihej më e qetë dhe më e lumtur. Kishte diçka pothuajse poetike në idenë se vajza mund të kishte zgjedhur atë vend të veçantë si strehen e saj, një vend i lidhur me kujtime të lumtura, por tani i njollosur nga trishtimi i zhdukjes së saj. Gjatë rrugës për në park, Kiara u përball me një orë tek faji dhe pendimi. Ajo kishte qenë aq e fokusuar në mbrojtjen e ndjenjave të saj dhe në mbajtjen e kontrollit mbi situatën, saqë kishte dështuar plotësisht të merrte parasysh ndikimin emocional që veprimet e saj do të kishin mbi një fëmijë të pafajshëm. Olia i kishte hapur zemrën Marinës me besimin e plot tipik të fëmijëve. Ajo kishte ndarë sekretet e saj më të çmuara, ëndrat e saj rreth dinozaurëve, shqetësimet e saj rreth bërjes së babait të lumtur. Dhe Marina i kishte kthyer këtë besim me gënjeshtra themelore rreth identitetit të saj. Fëmia e kishte përfshirë Marinën në familjen e saj emocionale me thjeshtësinë që vetëm fëmijët posedojnë. Nuk kishte agjenda të fshehta, llogaritje rreth përfitimeve të ndërsjella, apo mbrojtje emocionale. Olia thjesht kishte vendosur të dashuronte Marinën dhe kishte besuar se kjo dashuri do të kthehej dhe do të mbrojej. Tani, për shkak të paaftësisë së Kiarës për të qenë e sinqertë që në fillim, një vajzë 7 vjeçare ishte e humbur, ndoshta e trembur, ndoshta në rrezik, dhe sigurisht duke mbajtur një barr faji që nuk duhej të ekzistonte në shpatullat e saj të vogla. Pesha e kësaj përgjegjësie ishte pothuajse e padurueshme. Kiara kishte kaluar vite duke testuar burra, duke kërkuar dikë të ndershëm dhe të vërtetë, por kur e gjeti pikërisht këtë, kishte qenë e paaftë të kthehej me të njëjtën ndershmëri. Më keq akoma, kishte përfshirë një fëmijë të pafajshëm në rrjetën e saj të gënjeshtrave. Me këtë perspektivë të re, Kiara filloi të rimendonte vendet që Olia mund të kishte zgjedhur.
Vajza ishte inteligjente dhe vëzhguese, e njihte mirë lagjen, por ku do të fshihej një fëmijë 7 vjeçar kur donte të zhdukej nga bota? Marko riorganizoi grupet e kërkimit, tani duke u fokusuar në parqe, sheshe, vende me fshehtësi natyrale ku një fëmijë mund të strehojë. Kiara u ofrua të kërkonte vetëm në parkun ku kishin kaluar kaq shumë pasdite bashk, vendi ku Olia ndihej më e qetë dhe më e lumtur. Gjatë rrugës për në park, Kiara u përpoq të futej në mendjen e një fëmije 7 vjeçar që besonte se ishte përgjegjës për trishtimin e babait. Olia ishte e ndjeshme dhe intuitive, kishte vënë re ndryshimin në humorin e Markos pas herës së fundit që pan Marinën. Në logjikën fëmijërore, nëse ajo do të zhdukej, problemi do të zgjidhej dhe babai do të bëhej sërish i lumtur. Parku ishte relativisht bosh për një të shtunë pasdite. Kiara ecte në përshtigjet kryesore, duke thirrur emrin e Olis me zë të lartë, por pa sukses. Pastaj i kujtua si vajza gjithmonë ma gjepsej nga zonat më të egra të parkut, veçanërisht një rajon i vogël me pemë të vjetra dhe gjethe të dendura ku ajo thoshte se mund të fshiheshin dinozaurët. Ishte në këtë drejtim që Kiara u nis, duke u larguar nga shtigjet e shtruara dhe duke hyrë në një zonë më natyrale. Pemët formonin një pyll të vogël urban me trungje të trasha dhe rrënje të ekspozuara që krijonin fshehtësi natyrale. Olia, thiri ajo me butësi, duke mos dashur ta tremte nëse ishte vërtet atje. Jam unë, Marina. Babai yt është shumë i shqetësuar dhe të do shumë. Për një moment, nuk pati përgjigje. Pastaj, pothuajse e padëgjueshme, erdhi një zë i vogël dhe i dridhur nga pas një lisi veçanërisht të madh. Teze Marina? Je vërtet ti? Kiara ndoqi zërin dhe gjeti Olian të strukur midis rrënjëve të pemës, pjesërisht të fshehur nga gjethet dhe degët e thata që ajo kishte mbledhur rreth vetes. Vajza ishte e ndotur, me fytyrën e njollosur nga lotët, por në dukje e padëmtuar. Olia, tha Kiara, duke u ulur ngadalë për të mos e trembur. Të gjithë po të kërkojnë. Babai yt është shumë i shqetësuar. Vajza nuk doli menjëherë nga fshehja e saj. Në vend të kësaj, shikoi Kiarën me sy të skuqur dhe pyeti me zë të thyer, teze Marina, nëse unë zhdukem, babai do të ndaloj së qenuri i trishtuar? Pyetja e goditi Kiarën në zemër. Ajo ju afrua më ngadalë dhe u ul në barin e lagësht, në lartësinë e Olis, por duke respektuar hapësirën e saj. E dashur, tha ajo me butësi, babai yt nuk është i trishtuar për shkakun tënd. Ai të do më shumë se gjithçka në botë. Ti je gjëja më e rëndësishme në jetën e tij. Por ai u ndryshua pasi ti ndalove së na vizituari, tha Olia, ende e fshehur pjesërisht. Dhe mami gjithashtu u largua sepse unë isha shumë e zhurmshme. Ndoshta nëse unë nuk jam këtu, njerëzit që babai i do nuk do të largohen më. Kiara ndjeu lot që i digjnin syt. Logjika e një fëmije të traumatizuar nga ndarja e prindërve dhe tani nga zhdukja e Marinës po krijonte një faj që nuk duhej të ekzistonte. Olia, mund të ulem këtu pranë teje? Pyeti ajo. Vajza hezitoi, por më në fund tundi kokën në shenjë po. Kiara ju afrua dhe u ul pranë saj midis rrënjëve të pemës, duke i lejuar Olis të vendoste nëse donte apo jo kontakt fizik. E dashur, tha Kiara me butësi, duhet të them diçka të rëndësishme. Unë ndalova së ju vizituari jo për shkakun tënd, por sepse bëra një gabim shumë të madh. Unë gënjeva babain tënd rreth asaj që unë jam vërtet, dhe kur ai e zbuloi, u lëndua prej meje. Olia e shikoi me kureshtje të vërtetë. Ti gënjeve për çfarë? Kiara mori frym thellë. Unë gënjeva për punën time, për vendin ku jetoj, për jetën time. Babai yt mendoi se unë isha një person, por në të vërtetë jam një tjetër. Ai u hutua dhe nuk dinte më nëse mund të më besonte. Por pse gënjeve? Pyeti Olia me ndershmërinë tipike të fëmijëve. Sepse, tha Kiara, duke zgjedhur fjalët me kujdes, disa njerëz më kishin lënduar më parë, kështu që unë mendova se duhej të fshihesha për të ditur nëse njerëzit më pëlqenin vërtet. Por kjo ishte gabim nga ana ime. Olia përpunoi këtë informacion për disa momente. Atëherë ti nuk ndalove së na dashuruari? Kur, u përgjigj Kiara menjëherë. Unë të dua shumë ty dhe babain tënd. Ju jeni njerëzit më të veçantë që kam njohur ndonjëherë. Ishte për këtë arsye që ishte kaq e vështirë kur gjithçka shkoi keq. Ngadalë, Olia doli plotësisht nga fshehja e saj e improvizuar. Ajo ende ishte hezituese, por diçka në tonin e sinqert të Kiarës po e qetësonte. Babai ende të do? Pyeti ajo. Nuk e di, u përgjigj Kiara me ndershmëri.
Ai u lëndua shumë nga gënjeshtra. Por e di që ai të do më shumë se gjithçka dhe po të kërkon dëshpërimisht. Ti mund të jesh e zemëruar me të ose me mua, por nuk mund të fshihesh kështu. Është shumë e rrezikshme dhe ai po vuan shumë. Olia e shikoi në sy për një kohë të gjatë. Në shkollën time ka një vajzë që ndonjëherë tregon histori që nuk janë të vërteta. Mësuesja thotë se ndonjëherë njerëzit e bëjnë këtë kur kanë frikë ose janë të trishtuar. Ti kishte frikë? Thjeshtësia e pyetjes dhe mençuria e papritur pas saj e bën Kiarën të qante. Po, tha ajo. Kishte shumë frikë. Nga çfarë? Që nëse ti dhe babai yt do të dinit kush jam vërtet, nuk do të donit më të ishit miqtë e mi. Olia e mori këtë seriozisht. Por ne të njohim. Ti luan me mua, bën byzylyk me lule, të pëlqejnë dinozaurët e mi. Kjo nuk do të ndryshonte nëse ti do të kishe një punë tjetër. Mençuria fëmijërore ishte shkatërimisht e saktë. Kiara kuptoi se, në paranojën e saj për t'u përdorur nga pozicioni i saj social, kishte krijuar pikërisht llojin e mashtrimit që e urrente të tjerët. Ti ke të drejtë, tha ajo. Duhet ju kisha besuar që në fillim. Olia u afrua pak më shumë. Teze Marina, mund të më japësh një përqafim? Kam ftohtë. Kiara e përqafoi menjëherë, duke ndjerë sa e ftohtë ishte vajza pavarësisht ditës relativisht të ngrohtë. Olia kishte kaluar orë të tëra e fshehur në lagështinë e tokës. Duhet të të çojmë te babai, tha Kiara. Ai duhet të jetë duke u çmendur nga shqetësimi. Ai do të zemërohet me mua? Pyeti Olia, ende e përqafuar. Jo, e dashur. Ai do të jetë shumë i lumtur dhe i lehtësuar. Dhe do të kuptoj pse e bëre këtë. Ato ecën dorë për dorë drejt shtigjeve kryesore të parkut. Kiara telefonoi Markon menjëherë dhe kur ai u përgjigj, ajo thjesht tha, e gjeta. Po shkojmë në shtëpi. Lehtësimi në zërin e tij ishte i prekshëm. Ai ishte rrugës për në park kur mori telefonatën, kështu që arritën në të njëjtën kohë në hyrjen kryesore. Marko pa Olian dhe vrapoi drejt saj, duke u ulur në gjunjë për ta marrë në krah. Ribashkimi midis babait dhe vajzës ishte intensivisht emocional. Marko mbajti Olian sikur të mos do ta lëshonte më kurrë, duke murmuruar fjalë dashurie dhe lehtësimi në veshin e saj. Vajza qau dhe kërkoi falje vazhdimisht, duke premtuar se nuk do të ikte më kurrë. Kiara vëzhgoi skenën nga një distancë e respektueshme, duke mos dashur të ndërhynte në momentin privat midis tyre. Por kur Marko më në fund ngriti syt drejt saj, kishte diçka ndryshe në shprehjen e tij. Nuk ishte më vetëm lëndim, por edhe mirënjohje. Faleminderit, tha ai thjesht. Faleminderit që e gjete. Kiara tundi kokën, por filloi të largohej. Marko, megjithatë, e thirri. Marina, ose si duhet të thërras? Emri im i vërtet është Kiara, u përgjigj ajo. Kiara, tha ai, duke hezituar. Ende duhet të flasim. Por jo tani. Së pari duhet ta çoj Olian në shtëpi, t'i bëj një dush të ngrohtë, të sigurohemi që është mirë. Ajo tundi kokën në shenjë mirëkuptimi. E kuptoj plotësisht. Kujdesuni për veten. Por kur filloi të largohej sërish, ishte Olia ajo që e ndaloi. Teze Kiara. Bërtiti ajo. Ende mund të jemi shoqe, edhe me emrin tënd të ndryshëm? Kiara u ul në gjunjë për të qenë në lartësinë e vajzës. Nëse babai yt e lejon, do të doja shumë të vazhdoja të isha shoqja jote, Olia. Olia shikoi Markon me sytë e saj të mëdhenj dhe serioz. Babi, teze Kiara tha se tregoi një gënjeshtër sepse kishte frikë. Ti gjithmonë thua se kur dikush bën diçka të gabuar por dëshiron ta rregullojë, duhet t'i japim një shans. Mund t'i japim një shans asaj? Marko shikoi nga vajzat e Kiara, qartësisht duke luftuar me emocione kontradiktore. Më në fund, ju drejtua Kiarës drejt për drejt. Mund të vish të darkosh me ne nesër mbrëma? Mendoj se të gjithë kemi nevojë për një bisedë të sinqertë. Kiara ndjeu një shkëndijë shprese për herë të parë në ditë. Do të doja shumë, u përgjigj ajo. Këtë herë, premtoj të jem plotësisht e sinqertë për gjithçka. Ndërsa ecte drejt makinës duke vëzhguar Markon dhe Olian që largoheshin dorë për dore, Kiara kuptoi se ndoshta ende kishte një shans për të rregulluar atë që kishte thyer. Mençuria dhe bujaria e një fëmije 7 vjeçar kishin krijuar një mundësi që ajo kishte menduar se e kishte humbur përgjithmonë.
por e dinte se darka e nesërme do të ishte momenti më i rëndësishëm në jetën e saj. Do të duhej të ishte plotësisht e cenueshme dhe e sinqert, diçka që nuk e kishte bërë prej vitesh. Dhe megjithatë nuk kishte garanci se Marko do të mund të falte shtrirjen e gënjeshtrës së saj. Rruga drejt besimit do të ishte e gjatë dhe e vështirë. Por për herë të parë që nga shpërbërja e gjithçkaje, Kiara kishte shpresë se ja vlente të përpiqej. Ndërsa ecte drejt makinës duke vëzhguar Markon dhe Olian që largoheshin dorë për dore, Kiara reflektoi thellësisht mbi ngjarjet e ditës. Kërkimi i dëshpëruar për Olian kishte vendosur gjithçka në perspektivë në një mënyrë që asnjë sasi analize racionale nuk kishte arritur më parë. Të shije Markon duke koordinuar kërkimin me qetësi të vendosur, duke mobilizuar një komunitet të tërë që qartësisht e respektonte dhe e admironte, kishte zbuluar edhe më shumë rreth karakterit të tij. Por më e rëndësishmja, i kishte treguar Kiarës se si ajo kishte nënvlerësuar ndikimin e veprimeve të saj mbi njerëz të pafajshëm. Olia nuk ishte thjesht një fëmijë e adhurueshme që kishte takuar rastësisht. Ishte një person i plot, me ndjenja të thella, logjik të veten dhe një aftësi mbresëlënëse për të krijuar lidhje afektive të vërteta. Vajza kishte zgjedhur të dashuronte Marinën pa rezerva, dhe kjo zgjedhje meritonte ndershmëri dhe mbrojtje, jo gënjeshtrat e hollësishme që Kiara kishte ndërtuar. Gjatë bisedës në fshehjen midis rënjëve të pemës, Kiara kishte parë paranojen e saj të reflektuar pas përmes syve të pafajshëm të një fëmije. Olia kishte arritur në të njëjtat përfundime shkatëruese që Kiara kishte përqafuar, se ajo ishte problemi, se prania e saj shkaktonte vuajtjet e të tjerët, se zgjidhja ishte të largohej. Por ndërsa Kiara kishte arritur në këto përfundime përmes viteve të përvojave vërtet traumatike me njerëz që vërtet e kishin përdorur dhe tradhtuar, Olia kishte arritur në të njëjtat përfundime përmes një interpretimi fëmijëror të situatave që ajo nuk mund t'i kuptonte plotësisht. Mençuria e thjesht e pyetjes së Olis rreth arsyes pse njerëzit gënjejnë kur kanë frikë kishte goditur drejt për drejt në zemrën e problemit të Kiarës. Gjatë 2 viteve të testeve të hollësishme, ajo kishte humbur nga syt mundësinë se ndëshmëria e cenueshme mund të ishte jo vetëm më etike, por edhe më efektive se manipulimi mbrojtës. Vajza kishte demonstruar një kuptim intuitiv rreth marrëdhënieve njerëzore që ishte më i thellë se e gjithë strategjia e hollësishme e Kiarës. Olia kuptonte se të njohësh dikë vërtet do të thoshte të shije si i trajtonte ata njerëzit e tjerë, si u përgjigjej vështirësive, si tregonte dashuri në momente të vogla dhe të përditshme. Gjatë javëve që kishte kaluar me Markon dhe Olian, Kiara kishte demonstruar pikërisht këto cilësi të vërteta. Mënyra e saj e lojës me Olian, durimi i saj me pyetjet e pafundme të vajzës, aftësia e saj për të gjetur gëzim në aktivitete të thjeshta, gjithçka kjo ishte reale. Marina ishte një version i varfëruar i Kiarës, por nuk ishte një gënjeshtër e plotë. Kjo realizim solli pak ngushëllim, por gjithashtu intensifikoi pendimin e saj. Nëse pjesët më të rëndësishme të personalitetit të saj ishin të vërteta edhe si Marina, pse kishte ndjerë nevojën për të fshehur kaq shumë rreth jetës së saj reale? Pse nuk kishte besuar se Marko dhe Olia mund ta pranonin dhe ta donin Kiarën po aq sa kishin pranuar dhe dashur Marinën? Frika, kuptoi ajo, ishte bërë një zakon aq i rrënjosur sa që kishte harruar si të jetonte pa të. Për vite, ajo kishte përdorur pasurinë dhe pozicionin e saj si teste për ndershmërinë e të tjerëve, por kishte harruar se marrëdhëniet e vërteta kërkojnë cenueshmëri të ndërsjellë, jo teste të njëanshme. Duke parë Markon të përqafonte Olian pasi e gjeti të sigurt, duke vëzhguar lehtësimin e pastër në sytë e tij, Kiara kuptoi më në fund atë që kishte humbur. Nuk ishte vetëm romancë apo shoqëri ajo që kërkonte. Ishte përvoja e të qenit e nevojshme dhe e vlerësuar për atë që ajo ishte vërtet, jo për atë që mund të ofronte materialisht. Marko kishte nevojë për të në atë moment, jo sepse ajo ishte e pasur apo me ndikim, por sepse ajo kishte gjetur vajzën e tij të humbur. Olia ishte ngushëlluar në krahët e saj, jo sepse Marina kishte burime për të ofruar, por sepse përfaqësonte siguri emocionale dhe dashuri të vërtetë. Këto momente nevoje autentike ishin pafundësisht më të çmuara se të gjitha takimet sipërfaqësore që kishte përjetuar në qarqet e saj shoqërore të zakonshme. Këtu ishte dashuria e vërtetë në veprim, e papërsosur, e ndërlikuar, ndonjëherë e dhimbshme, por absolutisht e vërtetë. Të nesërmen, Kiara u zgjua me një përzierje ankthi dhe vendosmërie që nuk e kishte ndjerë prej vitesh. Sot do të ishte dita kur do të vendoste të gjitha kartat në tavolinë, pa fshehur asgjë, pa mbrojtur veten me gjysmë të vërteta apo histori të hollësishme. Kaloi mëngjesin duke vendosur çfarë të merrte për Markon dhe Olian.
Donte t'u jepte diçka që përfaqësonte personalitetin e saj të vërtet, jo versionin e fabrikuar të Marinës. Zgjodhi një libër të ilustruar rreth dinozaurëve nga biblioteka e muzeut, një botim i rrallë dhe i bukur që e dinte se Olia do ta adhuronte. Për Markon, solli një pjesë të vogël të artit bashkëkohor që përfaqësonte ingranazhe funksionale, diçka që përkonte me vlerësimin e tij për mekanikën dhe precizionin. Para se të largohej, Kiara mori një vendim rreth Lukës, gazetarit që po e shantazhonte. E telefonoi dhe caktoi një takim për të hënën, duke thënë se ishte gati të jepte intervistën që ai donte. Por sipas kushteve të saj. Nëse historia e saj do të tregojë saktë dhe plotësisht. Kur arriti në apartamentin e Markos, Kiara u ndje ndryshe nga të gjitha herët e tjera. Nuk po luante një rol dhe as nuk po përpiqej të impresiononte askën. Ishte thjesht vetvetja, e cenueshme dhe e sinqertë, duke shpresuar se kjo do të ishte e mjaftueshme. Olia hapi derën dhe menjëherë e përqafoi, sikur asgjë të mos kishte ndryshuar mes tyre. Teze Kiara. Bërtiti ajo. Babai bëri lazanjë. A është ushqimi yt i preferuar italian? Pyetja rastësore e vajzës e bëri Kiarën të kuptonte sa detaje të vogla rreth personalitetit të saj të vërtet ajo kishte zbuluar pa e kuptuar gjatë muajve të bashkëjetesës. Preferencat e saj kulinarike, reagimet e saj të vërteta, mënyra e saj e ndërveprimit me Olian, gjithçka kjo ishte reale, edhe në mes të farsës. Marko u shfaq në kuzhinë, i veshur me një përparse dhe me një shprehje të kujdesshme mikpritëse. Ai kishte përgatitur një tavolinë të kujdesshme, me lule të thjeshta dhe enët më të mira që posedonte. Ishte e qartë se edhe ai e kuptonte rëndësinë e atij momenti. Gjatë darkës, biseda ishte qëllimisht e lehtë. Olia dominoi pjesën më të madhe të kohës duke folur për shkollën, projektet e saj të shkencës dhe si u kishte shpjeguar miqve se ishte fshehur sepse ishte e hutuar, por tani gjithçka ishte mirë. Natyrshmëria e fëmijës ndihmoi në shpërbërjen e një pjese të tensionit midis të rriturve. Ishte vetëm pasi Olia shkoi në dhomën e saj për të luajtur me librat e saj të rinj të dinozaurëve që Marko dhe Kiara mbetën vetëm në dhomën e ndenjes të vogël, por të ngrohtë. Kiara mori frymë thellë. Marko, para se të them diçka, dua që të dish se çdo moment që kaluam bashkë, çdo bisedë, çdo buzëqeshje që ndam ishte reale. Ndjenjat e mia për ty dhe për Olian janë gjërat më të vërteta që kam ndjer prej vitesh. Ai tundi kokën, duke treguar se ishte i gatshëm të dëgjonte. Emri im është Kiara Allianz, filloi ajo. Jam drejtoresha artistike e Muzeut Kombëtar të Artit Bashkëkohor. Jam 35 vjeç, jetoj vetëm në një apartament në qendër të Tiranës dhe po, kam burime financiare të konsiderueshme. Marko e vëzhgoi me vëmendje ndërsa ajo fliste, duke përpunuar zbulimin. Gjatë 2 viteve të fundit, vazhdoi Kiara, kam testuar burra në takime të maskuara. Shtirem si një grua me vështirësi financiare për të zbuluar nëse ata do të interesoheshin për mua pa ditur rreth pozicionit apo parave të mia. Ajo ndaloi për një moment, duke vëzhguar reagimin e tij. Marko ishte serioz, por nuk duke i shokuar, vetëm i vëmendshëm. Pse? Pyeti ai thjesht. Kiara tregoi gjithçka. Viktorin, i cili kishte përdorur informacione prej saj për të manipuluar tregun e artit. Aron, i cili kishte provuar të vidhte pasurinë e saj. Pietro, i cili e kishte përdorur për të fituar ndikim politik. Çdo zhgënjim, çdo tradhti, çdo moment që kishte kontribuar në paftësinë e saj në rritje për t'u besuar njerëzve. Pas kaq shumë përvojash të këqija, tha ajo, fillova të besoja se ishte e pamundur që dikush të interesohej për mua pa pasur qëllime të fshehta. Testet ishin një mënyrë për të mbrojtur zemrën time, por edhe për të konfirmuar teorinë time se të gjithë burrat ishin interesagjinj. Dhe unë isha testi i 28, tha Marko. Nuk ishte një pyetje. Po, u përgjigj Kiara. Por ti ishe ndryshe që në momentin e parë. Për herë të parë në 2 vjet, unë nuk doja që takimi të mbaronte. Ti e trajtoje Marinën me të gjitha vështirësitë që supozohej se kishte, me të njëjtin respekt dhe dashuri që do të trajtoje çdo person. Marko qëndroi në heshtje për disa minuta, duke përpunuar gjithçka që kishte dëgjuar. Kiara priti, e përgatitur për çdo reagim. E kuptoj pse e bëre këtë, tha ai më në fund. Pas kaq shumë përvojash të këqija, është natyrale të duash të mbrosh veten. Por Kiara, ti theve karakterin tim pa më dhënë mundësinë të njoh tëndin të vërtetë. Ai kishte të drejtë dhe ajo e dinte këtë.
Gjatë gjithë këtyre javëve, vazhdoi Marko, unë u dashurova me atë që mendoja se ishe ti, por tani kuptoj se u dashurova me atë që ti je vërtet. Reagimet e tua me Olian, mënyra jote e të parit botën, mirësjellja jote e vërtet, gjithçka kjo ishte ti, jo Marina. Kiara ndjeu lot lehtësimi që filluan të formoheshin në sytë e saj. Por duhet të kuptosh diçka, tha ai, duke u bërë më serioz. Kam një vajzë për të mbrojtur. Nuk mund të lejoj marrëdhënie të bazuara në gënjeshtra në jetën tonë. Nëse do ta provojmë këtë, duhet të jetë me ndershmëri të plot nga tani e tutje. Unë premtoj, tha Kiara. Asnjë gënjeshtër, asnjë test, asnjë fshehje e asaj që jam. Nëse më jep një shans, dua që ti dhe Olia të njihni personin real që jam. Marko ju afrua në divan. Dhe kush është personi real? Kiara buzëqeshi për herë të parë në ditë. Dikush që e do artin por preferon piknikët në park. Dikush që mund të organizojë ekspozita ndërkombëtare, por që kur nuk është argëtuar aq shumë sa duke bërë byzylyk me lule me një fëmijë 7 vjeçar. Dikush që ka gjithçka materialisht, por zbuloi se ndihej e plot vetëm kur ju takoj ju të dy. Marko i kapi dorën. Ne gjithashtu ndihemi të plot me ty këtu, tha ai. Olia nuk pushonte së foluri se kur do të kthehej teze Marina. Dhe unë edhe mua më kishe munguar, edhe pse isha i lënduar. Ata u puthën, butësisht në fillim, pastaj me gjithë intensitetin e ndjenjave që kishin shtypur. Ishte ndryshe nga puthjet e tjera që kishin ndarë, sepse tani nuk kishte bariera apo gënjeshtra midis tyre. Olia u shfaq në dhomë në atë moment, duke vëzhguar dy të rriturit të përqafuar në divan. Në vend që të ndihej në siklet, ajo bëri një buzëqeshje rrezatuese. Kjo do të thotë se teze Kiara do të qëndroj me ne? Pyeti ajo me shpresë. Marko dhe Kiara qeshën, duke u ndarë pak për të përfshirë vajzën në bisedë. Nëse ajo dëshiron, u përgjigj Marko, duke shikuar Kiarën. Do të doja shumë, tha Kiara. Por ju do të duhet të më njihni siç jam vërtet. Mund t'ju çoj në muzeun ku punoj? Olia mendoi se do të adhuroje seksionin ton të historisë natyrore. Sytë e Olis u zgjeruan nga emocionet. Ti punon në një muze? Me dinozaur? Ndër të tjera, po, qeshi Kiara. Në javët në vijim, Kiara integroi gradualisht jetën e saj reale me atë të Markos dhe Olis. I çoi në muze, ku Olia u mahnit jo vetëm me ekspozitat, por edhe me prapaskenat e punës që Kiara bënte. Marko tregoi interes të vërtet për punën e saj, duke bërë pyetje inteligjente rreth kurimit dhe konservimit. Nga ana tjetër, Kiara filloi të frekuentonte punishten e Markos, duke mësuar rreth punës së tij dhe madje duke u ndotur her pas here kur përpiqej të ndihmonte. Zbuloi se kishte një kënaqësi unike në punën me duar, duke krijuar zgjidhje praktike për probleme teknike. Çështja me lukën u zgjidh në mënyrë të papritur. Kur Kiara e telefonoi të hënën në vijim, zbuloi se ai ishte demaskuar nga gazetarë të tjerë si dikush që zhvate figura publike në këmbim të mos publikimit të artikujve sensacionalis. Kërcënimet e tij u zbuluan të zbrazta dhe ai vetë po përballej me probleme ligjore. 3 muaj më vonë, Kiara ishte në zyrën e saj në muze kur Roza hyri me një buzëqeshje misterioze. Dikush këtu për ty, tha ajo. Një konsulente shumë e rëndësishme për dinozaurët. Olia hyri duke marshuar me seriozitetin e një eksperteje, duke mbajtur një dosje të vogël dhe e veshur me një kravatë të marrë hua nga babai që dukej komike për madhësinë e saj. Zonjush Allianz, tha ajo zyrtarisht, vi të prezantoj propozimin tim për ekspozitën e re të dinozaurëve që diskutuam. Kiara hyri menjëherë në lojë. Sigurisht, zonjush Olia. Jam shumë e interesuar të dëgjoj idetë tuaja. Vajza hapi dosjen e saj dhe nxori vizatime shumë ngjyrëshe të specieve të ndryshme të dinozaurëve, secila e shoqëruar me shpjegime të detajuara të shkruara me ndihmën e babait. Ishte në këtë moment, duke vëzhguar Olian të prezantonte idetë e saj me pasion dhe inteligjencë, që Kiara kuptoi si ishte transformuar plotësisht jeta e saj. Ajo kishte ndaluar së testuari njerëzit dhe kishte filluar të jetonte vërtet. Marko u shfaq në derë disa minuta më vonë, ende i veshur me rroba pune, por duke buzëqeshur kur pa 2 personat më të rëndësishëm në jetën e tij plotësisht të zhytur në një diskutim rreth paleontologjisë. Si po shkon takimi? Pyeti ai. Shumë mirë, u përgjigj Kiara. Mendoj se kemi konsulenten ton të re junior. Atë natë, të 3 darkuan në apartamentin e Kiarës për herë të parë.
Olia u impresionua nga madhësia e vendit, por shpejt gjeti cepin ku Kiara kishte krijuar një hapësirë të vogël fëmijësh me lodra edukative dhe libra. Skulptura e vogël e dinozaurëve që Olia kishte dhuruar kishte vend deri në raftin kryesor. Pasi Olia ra në gjumë në dhomën e mysafirëve që tani po transformohej në dhomë fëmijësh, Marko dhe Kiara dolën në balkon. Je e sigurt se kjo është ajo që do? Pyeti ai, duke e përqafuar nga pas ndërsa vëzhgonin dritat e qytetit. Jam absolutisht e sigurt, u përgjigj ajo, duke u mbështetur pas tij. Për vite kam ndërtuar more për të mbrojtur veten dhe përfundova duke u izoluar nga gjithçka që kishte vërtet rëndësi. Ju më mësuat se ja vlen të rrezikosh të besosh. Marko i puthi majën e kokës. Ne të tre formojmë një ekip të mirë, apo jo? Më e mira, u pajtua Kiara. 6 muaj më vonë, një mëngjes të shtunë, të tre ishin ulur në dyshemen e punishtes së Markos, të rrethuar nga vegla, vizatime të Olis dhe plane për festën e 8 vjetorit të vajzës. Drita e artë e mëngjesit hynte përmes dritareve, duke ndriçuar familjen e vogël që kishin zgjedhur të formonin. Kiara shikoi rreth e rrotull dhe buzëqeshi. Ajo kishte testuar 27 burra duke kërkuar falsitet dhe përfundimisht kishte gjetur të vërtetën më të pastër me të 28-in. Kishte kaluar vite duke dyshuar të gjithë dhe përfundimisht kishte zbuluar se disa njerëz vërtet e meritojnë besimin ton. Më e rëndësishmja, kishte mësuar se dashuria e vërtet nuk ka nevojë për teste. Vetëm për kuraj për të qenë e cenueshme dhe e sinqertë. Teze Kiara, tha Olia, duke ndërprerë mendimet e saj, mund të më mësosh si të vizatoj një muze me dinozaur? Sigurisht, e dashur, u përgjigj ajo, duke marrë një fletë të bardhë. Do të vizatojmë muzeun më të madh të dinozaurëve në botë. Ndërsa vizatonin bashkë, me Markon që vëzhgonte dhe her pas here sugjeronte detaje teknike për ndërtimin imagjinar, Kiara mendoi për të gjitha ekspozitat e rëndësishme që kishte kuruar, të gjitha veprat e artit të vlefshme që kishte blerë, të gjitha njohjet profesionale që kishte marrë. Asgjë nuk krahasohej me kënaqësinë e thjeshtë të qenit aty, në dyshemen e asaj punishteje, duke qenë thjesht vetvetja me njerëzit që i donte. Ajo kishte ndaluar së testuari. Dhe kishte mësuar të dashuronte vërtet. Fundi i historisë. Të dashur dëgjues, shpresojmë që udhëtimi i Kiarës, Markos dhe Olis t'ju ketë prekur zemrat po aq sa tona. Kjo histori rreth besimit, faljes dhe fuqisë transformuese të dashurisë së vërtet na kujton se ndonjëherë duhet të rrezikojmë të jemi të cenueshëm për të gjetur lumturinë e vërtetë. Për të vazhduar të ndiqni histori që eksplorojnë kompleksitetin e marrëdhënieve njerëzore dhe bukurinë e fillimeve të reja, mos harroni të abonoheni në kanalin ton dhe të aktivizoni njoftimet. Lëni një pëlqim nëse kjo narrativ ju emocionoi dhe ndani në komente reflektimet tuaja rreth dashurisë, besimit dhe shanseve të dyta. Çdo ditë sjellim rrëfime unike që festojnë aftësinë njerëzore për të rritur dhe transformuar veten përmes dashurisë. Mos humbisni përmbajtjet tona të ardhshme, ku do të vazhdojmë të eksplorojmë historitë më prekëse të përvojës njerëzore.